Sa e vërtet është telefonata që pretendohet se është zhvilluar midis GD Vance dhe Netanyahut, ku GD Vance është përplasur me Netanyahun duke thënë se ishit ju që na futët në këtë luftë duke bërë atë teje të lehtë. Të paktën kështu ka raportuar agjencia lajmeve Axios. Telefonata duhet të jetë shumë e vërtetë, nga që duhet dim diçka që iranianët bisedimet me Vancin ishte supozuar që t'i nisnin që ditën e mërkurët kësaj jave, më pas bisedimet u shtyn për të premten, ku iranianët ja bën të qartë amerikanëve që ne nuk ulemi në tryezën e bisedimeve nëse juve nuk i tërhiqni litarin Netanyahu dhe ta nxirrni nga Libani. Netanyahu në të kundër jo vetëm që nuk u tërhoq, po sikur e pam neve në ditën e enjte dhe të premte bëri bombardime masive duke vrarë mbi 300 persona edhe masakruar me mijëra të tjerë. Dhe amerikanët në këto momente janë, domethënë, armiku më i madh i Amerikës në këto momente, ta themi qeto, dhe administratës Trump, nuk është Irani, por është Netanyahu. Sepse Netanyahu është ai që shantazhon Trumpin. Netanyahu dhe lobi izraelit është që ai Trumpit po i sulmojnë personalisht edhe gruan, nëse i ke parë domethënë to botimet e ditëve të fundit në mediat amerikane që e detyruan edhe Melanie Trumpin që dilte edhe denonconte mediat, ku i nxorën Melanie sikur ajo ka qenë Jeffrey Epsteinit edhe ka qenë eskort që Jeffrey e përdorte derisa ja dha Trumpit. Domethënë Trumpin lobi zionist e sulmon personalisht. Lobi zionist e futën luftë dhe ky lob nuk do të tërhiqet. Dhe amerikanët në këto momente janë shumë të dëshpëruar. Ata duan të arrijnë një marrëveshje me Iranin, që Iranin ta lejojnë që të shesi naftën, të lejojë që të shitet nafta dhe gazi arabëve, në mënyrë që çmimet e naftës të bien, në mënyrë që ekonomia amerikane të rregullohet, në mënyrë që këto vendet arabe që janë shkatruar nga lufta të marrin përsëri para. Se duhet kuptojmë diçka, ekonomia amerikane është në një krizë dhe në një rënje të llahtarshme. Dhe Trumpi, pasi mori pushtetin në vitin 2025, udhëtimi i parë që bëri ishte në vendet e gjirit, ku pak a shumë i vuri haraç arabëve. Shkoi në Arabi Saudite, shkoi në Dubai, shkoi dhe në Katar, ku i tha diktatorëve arab që do më jepni para që unë t'ju mbaj në pushtet, t'ju ruaj nga Irani dhe me këto para të ngrej ekonominë e Amerikës. Dhe si shpërblim mori premtimin për investime nga Arabia Saudite, Katari, Emiratet Arabe, prej 4.5 trilion dollarësh. Këto lek duhet hidheshin në ekonominë amerikane për të hapur vende pune e tjera. Por kjo luftë çfarë ka bërë? E para i ka prerë paran që do vihej dhe do investoj për ekonominë amerikane, se duhet kuptojmë që këto kompanitë amerikane që nga Lockheed Martin të Tesla e tjerë, këto nuk funksionojnë me lekët e këtyre kompanive. Këto janë piramida, si punë e piramidës së Sudës që kemi padur në Shqipëri vitet 90, piramida që mbahen me lekët e monarkive të gjirit. E para. E dyta është që duke mbyllur kanalin e Hormuzit dhe duke detyruar botën që kur ta blej naftën, ta blej ose me rial iranian ose me yuan kinez, Irani po godet magjin amerikane e cila është dollari. Amerikanët ndryshe nga bota e cila prodhon gjëra, për shembull këto celulapsin që kam unë e kanë prodhuar kinezët, mausin që kam unë e kanë prodhuar kinezët, çajin që po pijon këtu brenda e ka prodhuar për shembull Sri Lanka. Amerikanët nuk prodhojnë gjëra. E vetëm gjë që amerikanët prodhojnë ka të bëjë me marrëveshjen ndërmjet Arabi Saudite, mbretit Fahd dhe sekretarit shtetit Kissinger në 1974, kur amerikanët i imponuan Arabi Saudite që të shiste naftën me dollar, dhe që nga ajo kohë deri sot e kësaj dite, Amerika fuqinë e saj ekonomike nuk e ka te shitja e stilolapsave, sikur e ka Kina, por e ka te shitja e copave të letrës që ne i quajmë dollar. Amerikanët printojnë dollar në atë printerin e madh që ata quajnë Federal Reserve
Dhe këto copa letra shesin gjithë botës. Në vende sikur Shqipëria, sikur Sri Lanka, sikur Tajlanda, sikur Gjermania, kur shkojnë në stoqet ndërkombëtare, në bursa për bler naftën e blen me dollar. Për shembull, nëse unë jam Shefqet Kastrati, dua të blej një fuçi naftë që bën $100, unë nëpërmjet Bankës së Shqipërisë do kontaktoj Federal Reserve-in amerikan, do t'i blej atij 100 copa letra që janë $100. Dhe këtë copë letre që amerikanët thjesht e printojnë me printer, unë do t'ja jap Arabi Saudite. Në momentin që unë jap të $100 Arabi Saudite dhe kur ja jap lekun, që do ta blej naftën, lekët nuk shkojnë në bankën e Arabi Saudite në Riyadh, por do shkojnë në llogaritë e bursës së New Yorkut, ku Aramco ka kompaninë e saj të regjistruar. Pra ky $100 që Shqipëria apo Sri Lanka po zëm do t'ia blej Amerikës duke shitur 100 kile çaj po zëm, duke ia falur çajin Amerikës, kur shkon në bankën saudite, nuk është se i marrin sauditët lekët. Lekët ngelin në bankat e New Yorkut. Dhe sauditi nga ky $100 që mund të marrë vetëm $20, 80 ngelin në llogaritë e Saudi Aramcos dhe shtetit saudit. Dhe këto lekë që depozitohen mbrapsht në bankën amerikane, më pas shërbejnë si likuiditet për të financuar ekonominë amerikane. Por Irani çka ka bërë tani? Duke mbyllur Hormuzin, duke ndaluar këto diktaturat arabe që t'i shesin naftë me $petrodollar botës, i ka prerë linjën e furnizimit me para Amerikës, dhe nëse Irani do vazhdojë edhe për disa javë këtë embargo të bllokimit të kanalit Hormuzit dhe të shitjes naftës, ne do shohim kollapsin jo vetëm të korporatave amerikane, por të gjithë sistemit bankar. Dhe kjo jo vetëm që do të çojë në rrëzimin e Trumpit, po mund të çojë edhe në shkatrimin e Amerikës apo në futjen e vendit me luftë civile. Dhe për këtë arsye ne kemi Vancin i cili i ulëret në telefon Netanyahu, i thot tërhiqu nga lufta morzagar se ti je që na futen këtë batak. Dhe në këto momente lufta më e madhe është lufta e nervave ndërmjet administratës amerikane dhe atij kokderrit polak që sundon sot Izraelin Benjamin Netanyahu. Olci, në aspektin e negociatave ka një propozim prej 10 pikash. Në këto 10 pika, kush mendoni se do të dominoj, ose a mund të arrihet një pikë takimi mes SBA-s dhe Iranit për ta zgjidhur një herë mirë këtë konflikt? Varet se domethënë deri sa do të lëshojnë pe amerikanët ndaj 10 pikave të Iranit, ku iranianët kërkojnë që amerikanët heqin gjitha sanksionet, parësore dhe dytësore kundër Iranit, 2 t'i lejojnë Iranit që të vazhdoj kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit, 3, që është më e rëndësishmja, largimin e bazave amerikane nga lindja e mesme, 4, dhënien fund ndaj Iranit dhe aleatëve të tij, që thot Hamasi, Hizbullahi, Jemeni, Iraku e tjerë, një fund i cili duhet të certifikohet nga Kongresi Amerikan i luftrave që amerikanët bëjnë kundër Iranit dhe aleatëve të tij, lëshimi i fondeve të ngrira ndaj iranianëve në gjithë botën, kemi edhe në Shqipërinë fonde të ngrira iraniane. Kemi investime që kanë bërë iranianët, që i kanë në autostradë për opinionin shqiptar që ndoshta nuk i di, që shteti shqiptar ja ka bllokuar me urdhër të amerikanëve. Dhe iranianët kërkojnë edhe një rezolutë nga Këshilli i Sigurisë së OKB-s, të cilën ta firmosin amerikanët dhe iranianët, dhe që amerikanët të bien dakord që ata nuk do ta sulmojnë me Iranin. Domethënë, pikat që kërkon Irani janë të logjikshme, por këto shkojnë kundër me filozofinë e Izraelit dhe zionizmit. Se që prej vitit 1948, kur u krijua shteti i Izraelit, dhe
më saktë që me vrasjen e Yitzhak Rabinit në vitin 1933 nga ekstremistët Qifut dhe prishjen e marrëveshjes Oslos dhe ardhjen në pushtet të partisë së Likudit të Benjamin Netanyahut në Izrael, programi i shtetit Izraelit, të cilin ata ja imponuan edhe Amerikës, si quhet The New American Century, ishte që Amerika duhet të ftonte për Izraelin që të bënte një lindje të mesme të re, ku mos të ekzistonin më shtetet e fuqishme islamike, sikur Iraku, Siria, Irani, Jemeni edhe Turqia, por i vetmi që duhet të ekzistonte duhet ishte Izraeli, i cili bëhej hegemon. Dhe domethënë Irani kërkon garanci nga Amerika që amerikanët nuk do jenë më pjesë e këtij projekti, të paktën në lidhje me Iranin. Po kjo do ta çojë administratën e J.D. Vance dhe Trumpit në një përplasje me lobin izraelit. Dhe Trumpi e di shumë mirë se lobi izraelit, ata i kanë bërë edhe 2 herë atentate Trumpit dhe shumë patriotë amerikanë që besojnë që mbrapa këtyre ishte Izraeli. Dhe ne dim gjithashtu që ishte Izraeli ai që vrau president Kennedy, Mossad i Izraelit. Dhe këtu ngjelet për të parë se, domethënë, derisa do të ketë guxim dhe pushtet Trumpi që t'i thotë jo Izraelit dhe të arrijë të paqe me iranianët. Domethënë, në këto momente SBA-ja është ndërmjet 2 rreziqeve. Rreziku numër 1 është vazhdimi i bllokimit të petrodollarit nga Irani nëpërmjet ngushticës së Hormuzit, e cila do sjellë katastrofë ekonomike në SBA dhe në gjithë botën. E dyta është domethënë thënia jo ndaj Izraelit dhe kërcënimeve të tij nga amerikanët për të arritur një paqe me Iranin. Ngjelet për të parë se në cilën anë do të anoj Trumpi.